Kujt brigët? Moso, Në fakt që është e vërteta këto përleshjet fizike, këto preket fizike në për këto reality show janë rrepsisht të ndaluara, apo siç e kam përmendur dhe në Instagram, se për ju që s'më ndiqni Instagram, edhe për gestin që bëri Kristi që lagu me birr Kesin, ra pre provokimit, duhet ta themi këtë pjesë, domethënë në një farë mënyrë humbi durimin Kristi, atë durimin që ai e ka, le të themi, armën e tij më të fortë, duke i derdhur, duke reaguar kundër ofendimeve që i bënte Kesi, reagoi duke i derdhur birrën. Kjo e ul pak atë pjesën e reputacionit tij si lojtar, por në të njëjtën kohë është edhe e dënueshme, le të themi, dhe veprimi që ka bërë Seno kundrejt Kristit, domethënë duke shtytur fizikisht atë për shkak të sjelljes Kristit. Patjetër Kristi ka lagur krevatet, çfarë bëri tjetër, ka bërë dhe disa lojra të tjera, po këto janë thjesht lojra që i përkasin formatit dhe janë ato lojra që ndoshta për disa aty janë dhe provokuese për pjesën e nervave, se normale duke i lagur krevatin ose duke u hedhur hudhra në godë, duke se hudhra në godë e ka hedhur Angelo dhe Eugeni, por këta akuzojnë Kristin sepse Kristi tani e ka namin e këtyre lojrave që organizon për banorët që sipas atyre janë lojra fëminore, le të themi në një farë mënyrë, janë lojra fëmijësh. Por fëmijësh pa fëmijësh, ata janë duke bërë një gjë, janë duke u vërsulur Kristit të gjithë. Mos flasim për bullizimet që janë duke u bërë, kjo është çështje tjetër, se ti thuash tjetrit je stuci kadenti, domethënë je një krujse dhëmësh, je një kokë shkrepse, të frynera ku hecën, je i dobët si një stilolaps që i thoshte Kesi, e shumë ofendime. Kjo është çështje tjetër. Kjo është një bullizim i pastër që nuk e di sepse nuk po trajtohet në prime, edhe kam vënë re që këto primet e fundit, përveç se atit fillimit, nuk është se po i jepet shumë rëndësi pjesës bullizimit që janë duke bërë pastër në shtëpi. Tashmë edhe kjo prekja dhe përleshja fizike në një farë mënyre e Senos kundrejt Kristit, nuk e di nëse do diskutohet apo jo, ngelet për tu parë, por që nuk është e hishme absolutisht, siç e dim, aty është një loj nervash. Është një loj nervash që gjithse cili kush i reziston, kush nuk reziston, del shumë kollaj nga shtëpia, ndoshta me një zarf të zi, ose ndoshta dhe me një televotim kokë në kokë. Ngelet për të parë për nesër.